Duke marrë shtys nga ndeshja midis Bayern dhe Paris Saint-Germainit, ku Bayern luajti me një modull 4-2-3-1, ndërsa Parisi me një modull 4-3-3, I jep më shumë konfirmim asaj që unë them, që ky Milan duhet të ndryshojë me çdo kusht modull, duhet të kalojë nga një modull 3-5-2 në një formacion I përbërë nga 4-2-3-1 ose 4-3-3 dhe arritet të krijojë këtë tabelën me modullet që janë luajtur më shumë vetëm në Serie A nga sezoni 2015-2016 deri në fund të muajit mars. Dhe po të shikoj moduli që luan Allegri 3-5-2 është një modul I cili ka më shumë ndeshje, është vendi I parë për ndeshje me 1995 ndeshje, por vendi I 6 për mesatar pikë është vetëm 1.32 pikë për ndeshje. Dhe në fazë transaksione, në fazë ndeshje, Allegri I cili kalon shpeshherë me 5-3-2 është 0.7 pikë për ndeshje. Do është Allegri thot, mu nuk I shikoj statistikat, por duhet I shikoj pak më shumë statistikat, sepse moduli 4-2-3-1 ose 4-3-3 janë dy modullit që sjellin më shumë pikë në Serie A. 4-2-3-1 kam më pak ndeshje, ka 1330 ndeshje, por ka një mesatar 1.56 pikë për ndeshje. Ndërsa moduli 4-3-3 1.45 siç është ke tabela. A është kjo kohë që ky Milan të ndryshoj modull, të kthehet në DNA-n e vet? Ky Milan duhet të kalojë me një modull 4-2-3-1, 4-3-3 apo duhet të qëndrojë ke 3-5-2? Leni komentet tuaja, shpërndani sa më shumë videon dhe bëni follow faqen.